Fjalë të mençura. Miq të dashur, ka gjëra të cilat na shërbejnë çdo ditë në heshtje pa u ankuar, por nëse do të kishin zë, çfarë do të thoshin për ne? Hëna, për shembull, do të thoshte: ka njerëz që dritën time e admirojnë, por ama dritë vetë nuk bëjnë. Nuk kanë bukuri të brendshme, vetëm pamje të jashtme që mashtron. Mos u mashtron nga shkëlqimi, sepse jo çdo gjë që ndriçon është hënë. Drita e vërtet arrin deri te rejet, dhe jo vetëm deri te sytë. Rejet do të thonin: ne qajmë që toka të lulëzoj, ndërsa ju qeshni poshtë loteve tona. Ndonjëherë trishtimi sjell dobi. Është mirë të dallosh kur një lot është shenjë dobësie dhe kur një lot është shenjë fisnikërie. Guri do të thoshte: shpesh më krahasoni me zemra të ashpra, por unë nuk kam lënduar askënd kurrë në jetën time. Nuk është natyra ime ajo që bën keq, por zgjedhja e njerëzve. Edhe një gur, ndonse është i fortë, mirë po jep hije të ftohtë kur është në paqë. Cigareja do të thoshte: ju më digjni për kënaqësi, por në të njëjtën kohë unë ndjek mushkërinjtë dhe zemrën tuaj. Jam smundje, jam dobësi, jam fund i heshtur. Ndalo, sepse jeta jote nuk është hi për tu hedhur në tokë. Kujdes. Fati i keq do të thoshte: ju më përdorni si justifikim për dështimet dhe iluzionet tuaja. Por fati nuk ndëron rrugë, ai që ndëron rrugë është vullneti i njeriut. Ndalo së fajsuarit rrethanat dhe fillo nga vetvetja të përmirësosh. Toka do të thoshte: përqafoni të dashurit tuaj me durim. Unë i mbuloj ata me butësi. Çdo gjë në këtë jetë është e përkohshme, përveç veprave të mira. Ata janë në përjetësi. Lër gjurma të mira, sepse unë toka pra jam dëshmitare për ta. Zemra do të thoshte: e desha dikë që nuk e meriton. I besova atij që më tradhtoi. Mendova se mjaftoi pastërtia ime për të tjerët. Pastërtia nuk vlerësohet gjithmonë, por mos e ndrysho atë për askënd. Zoti i sheh qëllimet dhe i shpërblen ato. Jastëku do të thoshte: të mbaj çdo natë, por jam lodhur nga barra jote emocionale, jo nga pesha e trupit tënd. Gjumi do të thoshte: unë jap pushim trupit, por shpirti yt ka nevojë për qetësim që vjen nga besimi. Thuaj o Zot: jam strehuar në shtratin tim, më jep qetësinë e zemrës time me imanin tim. Filxhani do të thoshte: ju më thyeni kur digjeni nga nxehtësia ime, por nuk mendoni fare se unë e kam duruar atë nxehtësi që nga fillimi pa u ankuar fare. Dukja e jashtme do të thoshte: nuk pasqyron gjithmonë të vërtetën e brendshme. Sa njerëz të heshtur vuajnë pa e treguar. Kujdes me fjalët dhe veprimet në momentet e nervozimit tënd. Mesazhet do të thoshin: u shkruam me sinqeritet, por arrim te zemra që nuk di t'i vlerësoj dhe t'i lexoj ndjenjat. Mos i shpërdoro ndjenjat aty ku nuk vlerësohen. Disa mesazhe janë për zemra, jo për telefona. Engjëlli në krahun e majt do të thoshte: ndalo mëkatin, unë po shkruaj dhe trishtohem. Zoti të sheh dhe pret pendimin tënd. Çdo mëkat shkruhet, por çdo pendim e fshin atë. Kthehu te Zoti para se të mbyllet dera. Koka do të thoshte organeve të trupit: ndaloni zhurmën. Mendimet janë të coptuara. Qetësia sjell qetësim. Reflektimi sjell shërim. Gjej kohë për heshtje dhe dëgjo vetveten. Trëndafili do të thoshte: ja dhurova bukurinë time atij që nuk e dinte vlerën. U vysha her pas here dhe heshta. Mos i jep ndjenjat atij që nuk di t'i vlerësoj. Trëndafili nuk i jepet dheut.
Frima e qelësit do të thoshte: sytë që vëzhgojnë fshehurazi më friksojnë. Ku mbeti privatësia? Të shpionosh nuk është kuriozitet i pafajshëm, është tradhti ndaj njerëzimit. Respekto kufijtë e të tjerëve, ashtu sikur dëshirosh që të tjerët të respektojnë kufijtë tu. Gjithçka përreth teje mund të mbajë një mesazh. Gjithçka e heshtur ka shpirt, nëse e vëren. Dëgjoje heshtjen, sepse nganjëherë heshtja është ajo që flet më shumë se mira zëra të tjerë. Mbeqit mirë. Selam aleikum.